Përshëndetje. Ku jemi këtu me bashkimin e datës 2 qershor 2026, kemi një ditë shumë të rëndësishme mbi ndryshimet, takimet, bisedimet. Kemi filluar dhe do të ndryshojnë shumë gjëra në fushën e karrierës dhe në lidhje me punën, sidomos kjo ditë, paraditja është mjaft e rëndësishme sepse lidhet me punën aktuale, lidhet me ndryshime, lidhet me vendime të rëndësishme të punës, por dhe atë ekonomike. Duke pasur parasysh disa çështje që kanë të bëjnë me parandor për shembull, ose kanë të bëjnë diçka që lidhje me ndryshime pune. Është një ditë mjaft e rëndësishme sepse duke pasur parasysh edhe në lidhje me punën, edhe në lidhje me ndryshimet që kanë të bëjnë. Por gjithsesi, kjo ditë është mjaft e rëndësishme mbi takimet dhe bisedimet. Sidomos shenjat e zjarrit, siç është dashi, luani, shiketari, kanë ndikime shumë të mira në fushën e karrierës dhe lëvizjet nga vendi i punës, kurse në lidhjen me fushën ekonomike financiare ose kreditime, ose ju që keni real estate, ose keni të bëni me furnizime, diçka e tillë, ka të bëjnë shumë shenjat e ajrit, siç janë binjakët, peshorja, ujori. Para se të fillojmë me parashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja roz shkon atje. Atje do sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke bler paketën tuaj, shkoni tek sekretaria, atje dërgoni emailin dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni mesazh, atëherë klikoni tek ai butoni që shkoni atje, ndiqni hapat dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimit, që është shenja e dashit. Po, juve të shenjës së dashit e keni mundësinë sot si ditë mjaft e rëndësishme dhe mjaft e fuqishme për nga ana ekonomike, nëse do të bëni bisedime, paraditja është shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, me ujorët dhe dishit tret, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, meqense demi nga njëra anë mundohet shumë që të jetë korrekt me punën, të jetë korrekt me persona të ndryshëm, por nga ana tjetër ka pasur mjaft problematika të ndryshme, por gjithsesi ka ditë të zgjidhë. Mbasdita është pak e rëndësishme për sa i përket punës, edhe pse e lodhshme, por do të gjendet një zgjidhje për problematikat që keni pasur nga çështjet e punës, nga gjërat që keni pasur, por gjithsesi tani kjo periudhë është një periudhë ku do të shikohen gjërat të ndryshojnë në fushën e karrierës suaj dhe në fushën e biznesit, sepse demi nga njëra anë mundohet që të jetë korrekt, nga ana tjetër mundohet që të stabilizojë gjërat atje ku dëshiron. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe dishit parë, me ujorët dhe dishit tret, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe një shenjë që ka mundësi dhe rëndësi të veçantë në fushën e karrierës, që do të thotë shenja e binjakëve. Për binjakët duket se binjakët tani për tani kanë disa mundësi pozitive, ekonomike, financiare, me ndryshime, sepse ndryshimet janë në anën e tyre, por edhe një moment mjaft i mirë që është tani e tutje, ku do të zgjidhet problemi, do të zgjidhen gjërat që doni juve, sepse është një kohë që vërtet mjaft pozitive dhe kërkon durim dhe ndryshime në fushën e punës, sepse gjithmonë binjakët kanë disa gjëra shumë pozitive dhe tepër ideale. Në lidhje me çështjet që lidhen me udhëtimet sidomos se kanë mundësinë paradite, duke biseduar dhe duke gjetur zgjidhje mbi problematikat që ata kanë. Në çështje shpirtërore, disa problematika të vogla që keni pasur juve të shenjës së binjakëve, me shigjetar apo me peshk të dishit të dytë, mund të kenë pasur disa problematika, por janë të zgjidhshme dhe jo probleme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Përsa i përket gaforeve, meqense gaforet duket se tani për tani, edhe pse kanë pasur çështje problematike të pazgjidhur, edhe pse kanë pasur çështje marrjen e vendimeve në anën e tyre, sepse gaforet si shenja uji që janë mjaft të ndikuara tani e tutje, përsa i përket punës, përsa i përket karrierës dhe ndryshimeve të mëdha që do të kenë. Paraditja është shumë e rëndësishme sepse do bëni takime mjaft të rëndësishme
në fushën e karrierës suaj, por mbasditja mos harroni sepse mbasditja ka të bëjë shumë edhe me çështjet e punës ose një takim pune ku për juve është idealja dhe pse jo mund të zgjidhni probleme nga më të mëdha. Në çështje shpirtërore, një problem i vogël keni pasur me bricapët e ediçit të dytë, por keni ditë ta zgjidhni. Me peshk bashkim familjar është shumë e mirë e tepër pozitive, aplikime, bisedime të rëndësishme me dokumentacione e keni mundësinë paradite për juve të shenjës së gafore, sidomos juve që jeni në Europë apo jetë. Ndikuese dhe pozitive që do të thotë disa mundësi tani, disa mundësi që edhe nga ana e punës, dhe nga ana e karrierës, udhëtime, bisedime. Në fakt juve jeni lem zot rroj tani tutje, sepse luanët kanë qenë dhe janë me të shenjat më pozitive dhe më korrekte nga ana e tyre. Por në çështje që lidhen me anën shpirtërore, këtu keni pak problem, shikojeni ta zgjidhni. Mos më dini pas dore. Në çështje shpirtërore, për shembull, që kanë bën shumë me shenjat e ajrit, siç janë binjakët, peshoret ose ujorët, por gjithsesi mundësitë i keni dhe koha është për juve dhe funksionon në anën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, kanë pasur mjaft çështje të lëna pesë, mjaft problematika të ndryshme që mund të keni pasur në një moment që është mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Korrektësia bën çuditëra nga ndonjëherë, sepse juve jeni shumë korrekt me punën, shumë korrekt me persona të ndryshëm që mund të keni, por një nga momentet më të mira të mundshme që do të keni dhe është mundësia më e mirë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime, në marrje vendime të rëndësishme, sepse koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt dhe nuk ka vend të shqetësuar, por për të gjetur zgjidhje problematikave. Virgjëresha gjithmonë janë në anën e drejtë të tyre dhe do të jenë gjatë gjithë kohës sepse kanë mundësi dhe periudhën e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë, me peshorët e diçit tretë dhe me ujorët e diçit parë, duket se kanë bënë mjaft ndikime pozitive dhe jo vetëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Peshorja duket si shenja ajri që janë, kanë disa mundësi tani. Tani është mundësia për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi. Tani është mundësia për aplikime, për bisedime, për marrjen e kredive, një çështje kreditimi, po peshorët e kanë mundësi nëse e prisni diçka tillë, jeni në një punë për shembull ose do të investoni në një biznes, po e keni mundësinë, mund ta bëni dhe është momenti juaj. Çështjet shpirtërore e përgjithshme, e keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problematikat nga më të ndryshmet dhe momenti i duhur në anën tuaj. Lidhjet afatgjatë që kanë bënë për sa i përket shenjës së peshorës kanë të bëjnë shumë me dashje dhe diçit të parë ku e keni përballë, por gjithashtu edhe me virgjëreshje dhe diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Akrepët duket se përfitojnë nga rasti për arsye të punës së tyre sepse e drejta triumfon. Kjo ditë është mjaft e mirë sepse edhe në lidhje me punën, por edhe lidhje me takimet që keni, ndryshimet që do të keni, edhe mundësitë që janë mjaft pozitive, është një kohë shumë e mirë dhe tepër ideale. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujorët e diçit të parë dhe me virgjëresh është mundësia, kurse me dëm është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se pikërisht kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme për nga ana ekonomike, shumë e rëndësishme në lidhje me biznesin dhe karrierën. Në çështjet e biznesit, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet të mëdha që keni, anën shpirtërore, mundësitë të artë që do të keni, është mundësia juaj. Por gjithmonë shigjetarët lënë vend vetes për të ecur përpara. Ekonomia, stabilizimi, ndryshimi, mundësitë janë të juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë, ujorët dhe diçit tretë, është perfektja, edhe pse disa problematika të vogla mund keni pasur tani e tutje, por është momenti, është koha juaj, është momenti juaj më i mirë i mundshëm në këtë drejtim. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, sepse këtu ka të bëjë shumë me ndikimet dhe çështjet e biznesit, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në lidhje me ekonominë. Ana e ekonomike, edhe një çështje kreditimi e keni mundësinë, por gjithsesi shigjetarët asnjëherë s'kan pas probleme dhe s'kan për të pasur. Dashuria me peshk është idealja, me dash është perfektja dhe me ujorët e diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për bricjapët duket se tani tutje keni gjitha mundësitë, keni kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, por edhe çështjet e tjera që do të lënë vendimet që do të merrni, por e periudha e artë që do të keni tani tutje. Çështjet që kanë bënë me udhëtimet ose disa bisedime,
Bricapët kanë mundësi dhe çështje ligjore mund të shtyhet, është koha juaj ama, sepse mjaft keni duruar, mjaft keni biseduar me persona të ndryshëm, por nganjëherë keni qenë edhe në çështje problematike, po vjen momenti tani, momenti më i mirëmundshëm për të stabilizuar ekonominë tuaj, për të stabilizuar gjërat e juaja dhe është koha më ideale dhe është koha më pozitive që ndonjëherë si në ekonomi, si në vazhdimsi dhe korrekt do të thosha në anën tjetër. Në çështjet që lidhet me anën shpirtërore, lidhet që kanë bënë me gaforet e 10 diçit parë, me ujorët e 10 diçit tret është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do të shkojmë tek shenja tjetër tani, një shenjë ajri, siç është ujori. Ujorët e dashur, nëse keni pasur probleme ekonomike dhe nuk e keni zgjidhur akoma ose për një arsye apo për tjetër, momenti është tani. Momentin që keni e zgjidhni lidhur me problemin e tuaj, për shembull keni problem ekonomik. Kjo do të thotë se nuk ka zgjidhje ose do të lëni atë punë që keni nisur për shembull, bëni punë tjetër. Por kjo unë do të thosha që keni mundësinë, sepse është koha më e mirë e mundshme. Është momenti, është periudha, ndryshimi, marrë vendime të rëndësishme, një punë e dytë, burim të ardhurash, sado që të flasin, sado që të thoren gjërat, koha është me juve dhe është në funksionin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e 10 diçit parë, me shigjetarët e 10 diçit tret, ka diçka shumë të rëndësishme vini pas. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, meqenëse peshqit tani e tutje kanë mundësinë, kanë kohën e duhur për çështjet ekonomike financiare, biznesin, karrierën, ndryshime të mëdha që mund të kenë tani e tutje, por është një kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse juve keni mundësinë në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin. Por gjithmonë peshqit të 10 diçit të dytë kanë pasur problem në zgjidhje me ekonominë, sepse i çështje e pa zgjidhur më përpara që keni pasur, por kjo do të thotë që e zgjidhni tani, është momenti juaj, është një periudhë mjaft ndikuese dhe mjaft vendimtare për sa përket ekonomisë suaj. Në lidhje me anën ekonomike financiare, do të shikoni çfarë do të bëni me persona të ndryshëm, sepse në njëra anë keni mundësi, në anën tjetër do mundoni që të zgjidhni gjërat me qetësi, se shenjat e ujit e kanë qetësinë dhe mbajnë një ekuilibër. Por gjithsesi, kjo periudhë është e juaja dhe është funksionale. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujorët të 10 diçit parë, me jo vetëm se kanë bënë me ndikimet, por ajo që është akripi. Akripi sado që nxitohet, sepse shenjat e ujit e kanë këtë, nxitohen për të arritur në finish, nxitohen se kanë hallin, domethënë që të mbyllin çështjet e punës, por gjithsesi të 30 diçet të shenjës së peshqeve kanë mundësi në fushën e dashurisë ose bashkim familjar, është një nga momentet më të mira dhe më pozitive. Ndikimet janë të mira dhe favorizuese, në mos 10 diçi i tretë është shumë i favorizuar nga një blerje që do të bëjnë, është momenti i duhur. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 2 qershor 2026. Por para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që e keni ndarë me një dhe doni parashkrim të detajuar, atëherë shkoni tek sekretaria astrologo.al dhe atje dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë në detaje për gjithçka juve intereson. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni dërgoni mesazh. E dërgoni, e shikoni tek ai butoni që shkon aty dhe pastaj dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Nga një rrepulla, më të mirë një orë.